Koncerti festiv Lule Kuqezi, i organizuar nga famullia Zoja Shkodros, mblodhi së bashku të rinjtë e komunitetit për të shënuar me art dhe muzik festën e pavarësisë. Në skenë u sollën interpretime dhe koreografi të përgatitura posaçërisht për këtë aktivitet, që synon të ruajë dhe përcjell vlerat kombëtare. Drejtuesi artistik i koncertit, Luk Mlluxha, theksoi se ky aktivitet mbetet një traditë e dashur dhe e përjetuar me kënaqësi nga të gjithë pjesëmarrësit. Në këtë vigjilje të pavarësisë, besoj se është rasti më i miri me paraqit një gjatë bukur, një gjatë vlefshme, pa një gjatë që kena tonë për zemër. Dhe më kanë me theksuar në këtë moment, kam porosit gjithë fëmijët, vishu një sa ma bukur, vishu një Kuqezi, dhe çuditërisht tanë uniform, tanë janë vesh Kuqezi, tanë me shqiponja, tanë. Pra, është një koncert që tanë po e përjetojmë me kënaqësi, me pasion të madh, por edhe një gjatë bukur, sepse janë do veprat bukura, që na përkasin që na po jo transmetojmë. Ndërsa regjizori Zef Ndoja vuri në dukje për kushtimin e të rinjve dhe punën e bërë në përgatitjen e performancave. Ky është një koncert që i kushtohet festës pavarësisë, është i ndërtuar si ana muzikore, ashtu edhe fjalë artistike, me tekste dhe muzikë që i dedikohen kësaj ditet. Nësi e në motë rritën, e këna për detyrë me i impenju, me i angazhu këta fëmijë që kanë dëshirë me marrë pjesë, sepse jo vetëm përgatiten artistikisht, po dhe nga ana festive, pra me di që është kjo fest, me di pse festojmë. Aktiviteti u zhvillua në sallën Kardinal Mikel Koliçi, ku publiku ndoqi me interes programin festiv.